Dua që bisedën ta nisim duke e parë një fotografi në LED në këtë pjesë dhe ju të ma shpjegoni pastaj. Është një vizatim që edhe unë e kam, pra nëpërmjet vizatimeve i përshkruan disa pikpyetje, disa gjëra. Na shpjego çfarë është ajo që shohim aty. Ajo që kam vizatuar është prirje tërthore e trurit dhe ajo që po tregoj me laps është pjesa e korteksit prefrontal. Dhe në këtë video po shpjegoj se përse ne kemi shumë mendime dhe si të dalim përtej mendimeve tona. Korteksi prefrontal luan një rol shumë të rëndësishëm tek mendimet tona, pasi në momenti që është i aktivizuar, mendimet kaotike pushojnë dhe sistemi nervor organizohet në mendime koherente. Personat që... A i bjen që kjo pjesë është mirë mos me punu? Apo me punu? Korteksi prefrontal është e rëndësishme të punojë. Të punoj pra, okej. Është e rëndësishme në vendimarrje, në mendim koherent, të organizuar, ndërkohë që në qoftë se nuk është aktiv, atëre... Ndjejmë ne kur është duke punuar, kur jemi duke menduar këtu përpara? Kur ne jemi shumë të qartë në atë që në vendimarrje, sidomos është e rëndësishme dhe personat të cilët japin mësim, ose marrin vendime në biznes, ose vendime jetësore, është e rëndësishme të merren nëpërmjet korteksit prefrontal. Dhe aktivizimi i tij ndodh në qoftë se ne fillojmë t'i bëjmë vetes disa pyetje reflektuese. Për personat që kanë, kjo ndihmon shumë dhe personat që kanë mendime kaotike për të kaluarën, për të ardhmen, frika të ndryshme, atëherë të qëndrojnë një moment, t'i bëjmë vetes disa pyetje reflektuese. Vetë procesi i reflektimit aktivizon korteksin prefrontal, personi del nga mendimet kaotike dhe mendimi fillon të bëhet më koherent, më i organizuar. Pse kërkojmë ne përgjigje kështu brenda vetës? Në momentin që ti bëhesh i ndërgjegjshëm për të pandërgjegjshmen tënde, për të gjitha proceset mendore që ndodhin brenda teje, subkonscienca, pra gjitha pjesa e sistemit nervor që është e pandërgjegjshme, bëhet e ndërgjegjshme. Dhe ti hedh dritë mbi pjesë të tuat të cilat ndoshta ishin duke dërguar sinjale kaotike, sepse ose mund ta shpjegojmë dhe në këtë lloj forme. Ne mendojmë që jemi të ndërgjegjshëm 100%, po e vërteta është që vetëm 5% mendojmë me ndërgjegje, vetëm 5% jemi të ndërgjegjshëm në ato që mendojmë, në ato që ndjejmë, në ato që veprojmë. Dhe 95% jemi komplet bëjmë veprime automatike, të pandërgjegjshëm, për ato që mendojmë, për ato që ndjejmë, ndjenjat dalin nga hiçi dhe nuk e dim nga dalin, dhe veprojmë. 95% veprimet janë të pandërgjegjshme. E njëjta gjë sikur ngrihesh në mëngjes dhe shkon automatikisht në banjë, ose ngrihesh edhe automatikisht dora vete dhe ndes dritën. E di ku është drita. Kjo e pandërgjegjshmja është aty sepse është vetvetiu, apo është një lloj programimi që pastaj na sistemi nervor është ndërtuar në formë të tillë për të na ndihmuar që ne të mos harxojmë shumë energji për gjërat që bëjmë gjatë ditës. Nëse ti mëson bicikletën, do harxosh shumë energji në fillim që ta mësosh. Pastaj ajo që ti mëson kalon tek ai 95% që është i pandërgjegjshëm dhe kur e ngjet bicikletën ose kur ngjet makinën e bën automatikisht. Prandaj nuk e haron kur. Janë veprime automatike që ne na ndihmojnë të mësojmë gjëra të reja, por në të njëjtën kohë edhe na pengojnë të përparojmë, sepse ne gjithmonë në çfarë mënyre? Do veprojmë gjithmonë si vetja e vjetër, me mendime, me veprime të vjetra, do krijojmë gjithmonë të kaluarën. E ardhmja do ngjajë njësoj si e kaluara. Vetëm në momentin që ta tejkalojmë këtë, të futemi thellë. Tani, kjo e kaluara është e sigurt, e dim, aty është, na jep siguri. Kurse e ardhmja na jep frikë për të ardhmen. Si të lirohemi ne nga frika për të ardhmen, që të provojmë gjëra të reja, të hedhim poshtë ato të vjetrat, të ndryshojmë tek e fundit. Personat të cilët përjetojnë frikë për të ardhmen kanë një sistem nervor jo koherent e quajmë, për të çorganizuar. Pra është konflikti i brendshëm i cili shkakton frikë dhe emocione të ulta.